të mirë të çfarë është, po është pak nga të gjitha, foltore, protest, parlament, ku dëgjojmë të gjesë, ças po dëgjojmë. Por për mendimin tim është një protest modeste edhe kjo, duhet ta themi. Madje sidomos këta të ditës së hënë janë do thoja që viti i ri avazi vjetër. Pra, rasti konkret, po bëjmë një protestë si bëm para se të mbyllim vitin e vjetër. Në ato shifra, pa shumë bujë, do dalin do flasin disa nga këta generalet e partisë të listës mbyllur. Ndoshta ka dhe një personazh, po themi, apo njerëz që nuk janë të njohur, për të përquar ato zërin e qytetarëve dhe nuk është se shikojmë ndonjë si diçka që të ketë ndryshuar. Partia Demokratike ka gjetur zyrtare, pra ka gjetur këtë mënyrë për të mbajtur gjallë aksionin opozitar, në një mënyrë duke pas parasysh që besoj që deri në fund të muajit, duke dikur seanca e parë këtij viti, por po të kemi parasysh edhe përjashtimet që janë bërë, besoj që do të bëjë më shumë punë ky parlamenti në formën e kësaj foltore në shesh sesa në parlament. Kështu që është thjesht një mënyrë për të mbajtur gjallë aksionin opozitar, nuk shikoj në kas veçantë, ajo që vazhdon të artikulohet nga partia, nga personazhet e saj, si në rrjetet sociale kudo, është që një farë kuptimi kemi të pamundur që ta realizojmë këtë regjim.